Në një kohë ku ne po e shohim që gjithçka është duke shku drejt një centralizimi me tendenca autoritare dhe kontrolli absolut, i cili nuk po dihet më ku e ka fundin, sepse as 51% po del të jetë e pamjaftueshme. E në anën tjetër, më përmenda dhe një ditë, thashë Ibrahim Rugova edhe nga varri po e mbron Republikën e Kosovës sepse ka lënë shembull. Pra ka lënë shembullin e ku qëndron interesi domethënës në raport me shtetin, raport me demokracinë, raport me mirëqenien qytetare. Sepse ishte pikrisht ai që i kishte këtu fitore të mëdha dhe që i ndonte që proceset të esin. Ishte pikrisht ai që i dha drejtim perëndimor, e ndërtoi aleanca të forta të cilat janë të lidhura ngushtë me prosperitetin e me sigurinë e vendit. Pra e përmenda një ditë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidentët e tyre takuan me presidentat e Kinës, e Francës, e Gjermanisë, e u takonin me doktor Ibrahim Rugovën, pra presidentin historik, kur ai pra Kosova nuk e kishte as autonominë. E kjo tregon për vizionin e jashtëzakonshëm të një shqiptari të madh që ishte ai. Andaj, unë nuk shoh asgjë të keqe që po të përmendet, të mbetet gjallë e prezent shembulli i tij dhe të ndërtohet hapa tutje mbi themelet dhe vlerat të cilat i ka lënë ai, sepse njerin e mëshëm do të më përmendë me marrë si shembull edhe me ndjek rrugën përpara të cilën e ka lënë si frymëzim për breza, sepse e shoh të shëndosh për Kosovën edhe e shoh si domethënës në rrethonën të cilën ne jemi e që jemi në kriza të panevojshme. Edhe ne prej vlerave ti ka qenë që s'ka vijat kuqe me partia, është qëndrimi LDK-s edhe qitash që çdo që kryen zgjedhjet? Vijat kuqe ka vetëm për listën serbe. Këtë ka thënë dhe Zonja Osmani, kjo dhe qëndron, dhe ne duhet i kthehemi punëve dhe përgjegjësive që na presin, pra për shumë çështje e mos besim pra çështjet e projekteve të energjisë, mundët të vendosja me qenë dëmshme, me tendenca autoritare, me qenë parti ku vendos një njeri, me qenë parti që ja u shkarkon ministrin për një deklarat me lidhje dop telefonike në orën 23, ama s'ka vit kuqe për ta, vazhdojmë me mu marrë vesh. Ashtë këtu janë shumë çështje të cilat i përkasin dhe një stadi tjetër të rezultateve dhe zhvillimit dhe balancit të forcave, të që mund të kryot e që i jep më shumë kuptim, mirë po unë e shoh si parsore institucione stabile e një demokraci të fort, e demokracia është e fort kër ka balans, pra kërkush nuk e ka këtë, do me thonë, nivelin absolut të kontrollit dhe të vendimarrjes, e që unë edhe përderisa Zonja Osmani ka qenë si presidente e zoti Kurti kryeministër, kam besu vazhdimisht që këtu qëndrojnë balance si dy figurat të dy rrugtimeve shumë të ndryshme, e vlerave ideologjike të ndryshme në raport me njëri tjetrin. Sa arsyeja pse është interesant LDK-ja në këtë ekuacion, është që alamet oferte ka pas. 4 ministri ja ka ofru zotëri Kurti, 4 ministri i çdo është gati 1 miliard euro me qenë në kontroll, plus 100 miliona që i kontrollon në Prishtinë dhe në komuna tjera ku ka shumë pushtet dhe shumë pare, e kishin stabilizu këgja mirë, shumë pare e madhe kishin në kontroll të partisë. Po që ajo ofertë është refuzu. Tash po thoni, s'ka vijat ku që i bjen që është ka kërkohet diçka ma shumë, a është ka kërkohet partner tjetër? Jo, oferta e cila ka qenë e prezentuar, ka qenë për nënkryetarin e partisë. Pra që dënë kupton se që gjitha institucionet pastaj të larta të udhiqen nga një subjekti vetëm. Pra qeveria, kryetari i kuvendit dhe presidenti. Me thonë, një linjë e pastër politike e vetëm një subjekti politik. Të tjerët kanë kërkuar pak balans. Pra në qoftë se zgjedhëm ne bashkarisht dhe ju keni 2 institucionet më të larta, do të ishte shëndosh edhe për demokracinë, edhe për pluralizmin politik të ketë gjithëpërfshirje. Në anën tjetër, pra edhe ju e përmendët saktë që ekziston një historik i mosbesimit, sepse kishte pra dhe në vitin 2020-2021 diskutim për partneritet, i cili zgjati diskutimi negociatave 6 muaj, kurse partneriteti pra vetëm 2 muaj. Kështu që dhe kjo lë ato pikpyetjet në një partneritet i cili duhet të jetë i shëndosh, e jo vetëm me tendenca ngacmuese, sulmuese ndaj kundërshtarit, mirë po si një shtëpi politike e cila i përmbledh dhe mendime të ndryshme, e ato janë përfaqësime të qytetarëve sepse shoqënia jonë nuk është homogjene.